çfarë duhet të jap që të martohemi bashk? A mund ta di ç'kërkon nga një mashkull? Diana thot numrin me 35. Mirë që e ke specifikuar Diana, se thash se doje të martoheshe me Zogun dhe nuk e dija. Çfarë duhet të jap të martohemi bashk? Çfarë kërkon nga një mashkull? Tani do të kthej përgjigje çfarë kërkoj nga një mashkull që të dalë dhe çfarë të më japësh që të martohemi. Okej, ta bëjmë kështu numrin me 35-a? Nga një mashkull unë kërkoj shumë përkushtim dhe shumë durim, se jam një karakter pak problematik. Patjetër. Pra, be mua është i duruari, i fituari. Është domethënë një kleçk që mund të ma hedhësh kollaj, po të ruash qetësim. Sigurisht. Dhe të më ngjash si hero, pra që t'jesh aty në të mirë e në të keqe. Kjo më bën për vete, nuk rri dot me një njeri të negativ, se e kam shumë problem. Patjetër. Ndërsa çfarë mund t'japësh për të martuar me mua nuk më jep dot asgjë, sepse unë nuk pranoj asnjë njerëk për vajzën time. Pra, unë nuk do martohem kurrë. Kështu që ti faleminderit që ke shumë burr, të dash kam shumë vetëm nga mesazhi, por s'martohemi dot. Normale.